por që nga vitet 1972-73, se bashku me familjen tim, me bashkëkombasit e mi, me bashkëshatarët e mi, në besimin se errësira e padrejtisë do të thyhej me agimin e shpresës. Kjo është arsyeja pse u angazhova për shërim dhe barazi për të gjithë. Theksoj veçanërisht periudhën pas 11 qershorit të vitit 1998, kur dola hapur me emrin tim të plot dhe pa mask si zëdhënës i UÇK-s. Rreziqet ishin të jashtëzakonshëm, por nuk u shqetësova për sigurinë time, sepse me udhëheqte përkushtimi im ndaj të gjithë qytetarëve të Kosovës dhe ardhmërisë së tyre. Sot ndodhem në vitin tim të 16 të burgimit, vetëm se luftova për liri, pavarësinë e popullit tim. Thash në vitin e 16, se 10 vite e më tepër burg i kam kaluar nga viti 1981 deri në vitin 1991. Të kesh kaluar 16 nga 75 vitet e jetës në burg dhe të jesh privuar nga ajri i lirisë, nuk është diçka e vogël, është diçka e madhe. Dalja ime publike me 11 qershor 1998 tregoi se isha kundërshtar i politikave gjenocidale të Serbisë dhe ndodhi pak kohë pas masakrave serbe në Qerez, Likoşan dhe Prekaz, ku humben jetën 83 njerëz, shumica prej tyre fëmijë, grade të moshuar, të pamatosur, të vrarë në shtëpitë e tyre. Kjo vrasje brutale shënun një pikë these të ndërgjegjes për një brez të tërë shqiptarësh. Çfarë më shtyri të ndërmarra këtë akt jashtëzakonisht të rrezikshëm për atë kohë? Robëria e gjatë, persekutimet, mbimet, dhunimet, burgimet e shumta dhe ekzekutimet e pandërprerja dhe vrasjet që shënuan gjithë shekullin 20. Këto akte mizore nuk me thyen. Përkundrazi, me bën të vendosur që drejtësia të mos thyhet mbi shpinën e tiranisë që përjetuam. Dashuria për jetën dhe lirinë me bëri ta marrë këtë rol. Një njeri nuk zgjedh lehtë rezistencën, ai e zgjedhat kur çdo derë tjetër drejt dinjitetit është e mbyllur. Mu mohua dhe mu ndalua drejta më njerëzore e çdo personi të lindur si i lirë dhe e çdo njeriu të arsyeshëm që e njeh vlerën e dinjitetin njerëzor dhe barazinë e të gjithëve, e drejta për të dashur hapur vendin tim, për të punuar për të dhe për të përcjell atë që kam mësuar përmes dekadash i jetë dhe sakrificash. Por për këto virtyte u prangosa me 4 nëntor 2020. Akuzat e prokurorisë kundër nesh dhe UÇK-s janë ndërtuar mbi narrativat e atyre që shkaktuan disa luftra në gjithë Federatën Jugoslave
brenda një dekade të vetme. Nuk besoj se kjo akuzë i shërben do një drejtësie, e sidomos jo drejtësisë që shoqëritë demokratike pretendojnë ta mbrojnë. Drejtësia nuk mund të ndërtohet mbi gjuhën e ish shtypsve. Ajo duhet të qëndrojë mbi prova të besueshme dhe mbi të vërtetën. Padrejtësia e këtij rasti është e shkruar në vetë akt akuzën. Mua atribuohen role, autoritet dhe përgjegjësi që nuk i kam pasur kurrë. Kjo nuk ishte çështje dallimi në interpretimin e fakteve. Ishte shpifje. Figura e përshkruar në dokumentin e prokurorisë nuk është njeriu që qëndron sot para jush. Jam mirënjohës ndaj atyre dëshmitarëve që erdhën këtu dhe patën guximin të thonë të vërtetën për atë se kush isha dhe kush nuk isha. Ata nuk erdhen për të mbrojtur mua, por për të mbrojtur faktet, realitetin tonë historik të Kosovës. Dëshmitë e tyre konfirmuan një realitet të thjesht. Unë nuk zëtroja pushtetin, komandën apo funksionet që me atribuohen në këtë rast. Kur e vërteta thuhet thjesht, ajo nuk ka nevojë për zbukurime. E gjithë bota di se NATO-ja ndërhyri kundër krimeve të kryera ndaj shqiptarëve në Kosovë. NATO-ja dhe bota demokratike nuk janë rreshtuar kurrë me terrorizmin apo gjenocidin. Pa atë ndërhyrje dhe mbështetje ndërkombëtare, liria jonë nuk do të ekzistonte. Por, pa rezistencën tonë fisnike, ajo nuk do të ishte arritur kurrë. Veprimet e UÇK-s dhe veprimet e mia, si gjatë luftës, ashtu edhe pasaj, në çdo rast i dhanë përparësi paqes, dhe kjo është dëshmuar. Zëra të besueshëm e kanë dëshmuar këtë. Ne qëndrojmë sot këtu pa drejtësisht, por historia do ta kuptoj pse vepruam, jo vetëm faktin se jemi të akuzuar. Duhet të flas për realitetin historik që rrethon këtë çështje. Krimet dhe persekutimet nga forcat serbe që e formësuan atë periudhë janë të pandashme nga veprimet që ju kërkohet të gjykoni. Ato nuk janë